Përshëndetje miqtë e emisionit 05, edhe sot si çdo ditë tjetër jemi sërish në sheshin e Ferizajt. Pranë vetes kam deputetin nga Partia Demokratike e Kosovës, Mërgem Ljushtoku. Deputet, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit shumë që erdhe direkt nga Skenderaj në emisionin 05 në Ferizajt. Me kënaqësi, në emisionin ju kam dëshirë vazhdimisht me orë, sepse e kam ndjek edhe nga Skenderaj, edhe nga Prishtina emisionin që i bën. Faleminderit shumë kënaqësi. Deputet, po vazhdojmë kështu dal nga dal në sheshin e Ferizajt. Fillimisht po du me të pytë, nëse edhe që nuk po dyshoj realisht, qytetarët ua besojnë votën në zgjedhjet e 7 qershorit, cilat janë 3 pikat kryesore që do i cekësh ti si deputet i kuvendit? Po, besoj që me të vërtet Kosova po dihet shumë mirë që është në krizën e vërtet, edhe në ekonomi, edhe në shëndetësi, edhe në arsim, edhe sigurisht që temat kryesore janë krizat që janë aktualisht për qytetarët e vendit, dhe që ne do të merremi me problemet, sfidat, e jo me individ, sepse në gjitha ne jemi atu për të zgjedhur problemet dhe për të dëgjuar hallet e tyre, e jo me shumë të merremi me individet dhe njëri tjetrin. Ashtu e the realisht që është realisht për me i kalu sfidat e këto. Unë po du me të pyet gjë që edhe shikuesve besoj ju intereson goxha shumë. Partia Demokratike e Kosovës, a do ketë koalicion me lëvizjen vetëvendosje pas datës 7 qershor, pasi që është shumë e rëndësishme realisht edhe zgjidhja e presidentit në këtë fazë ku jemi? Këtë fazë është vështirë të thuhet, por unë besoj që Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme që të fitojë zgjedhjet së pari. Të fitoj jo ndoshta edhe të dalë me një numër me përqindje shumë të lartë, por deri në 30% që realisht e sjell vetëvendosjen në një pozicion që nuk ka mundësi as të jetë në qeveri. Prandaj ne e favorizojmë koalicionin e opozitës, sepse me të vërtetë e ka humbë çdo rëndësie edhe qytetarit për shkak kokëforcisë me vendosjes në qeverisje. Ja kemi dhënë mundësinë edhe prapë nuk ka dashur me zgjedh institucionet presidentin dhe ka qenë kryenesh, i ka gjuar 51% të besimit të qytetarëve në bolt vetëm pse ka dashur të gjitha pozitat të uzurpoj. Prandaj është e rëndësishme që ne si qytetarë, pikë së pari, pastaj edhe si politikan, të marrim përgjegjësinë e duhur dhe t'ia kthejmë identitetin në Kosovë, sepse nëse kështu vazhdojmë tutje, atëherë me të vërtetë Kosova do të ketë edhe kriza edhe më të mëdha. Ashtu, deputet, unë realisht e dim që nuk e ke problem edhe merr goxha një numër të madh të votave. Mirë, pa mendon ti personalisht se është një favori jote i madh, goxha shumë pasi që jeni djali i generalit Sami Ljushtoku. Si e sheti këto? Unë jam krenar që jam djali i Sami Ljushtakut, por kur ki edhe këtë pjesë avantazhet, ki edhe dizavantazhe, sepse edhe kundërshtarët e ti banë edhe kundërshtarët e tu, pa të drejt, por sigurisht e kemi pa që linqimet e ulta, përçmimet e ulta nuk nxojnë vend shoqërinë tonë dhe ne do t'i thojna stop kësaj qasje, sepse edhe qytetarët janë lodhur me këtë qasje, duke përçmu, duke nënçmu edhe çlirimtarët tonë. Çlirimtarët tonë janë edhe para lufte, edhe në luftë, por janë edhe ata që luftojnë zullumçarët edhe pas luftës, sepse funditës ne jemi zgjedhur me votë demokratike për të zgjedhur problemet. Nëse dikush ka një fakt të vetëm, atëherë janë organet e drejtësisë, që ne gjithmonë ju kena përgjigj, ndoshta kena pa Albin Kurtin që i sfidon prokurorin. Kjo kallëzon se çfarë mendësie ka një lider i një partie politike që është në pushtet, që i sfidon edhe drejtësinë. Hajde jeni ju në zyre dhe me një pyetje. Kjo tregon që ai nuk është i interesuar për me zgjedh edhe për me ka shembull për drejtësi. Ashtu, deputet, unë realisht po du me të pyet tashmë pasi që jemi në kohë fushate. Pse një qytetar duhet ta votoj Partinë Demokratike të Kosovës sipas teje? Po besoj që qytetarët tash e kanë votuar të gjitha partitë politike pothuajse dhe kanë pas mundësinë të tregojnë veten e tyre në pushtet. Kemi kohën e artë të Hashim Thaqit, kemi edhe kohën e LDK-s, kemi edhe kohën e Aleancës, kemi edhe sfundme edhe kohën e vetëvendosjes. Dhe në besoj se qytetarët më së miri duhet të shohin rezultatet dhe jo poezit apo jo fjalët, domethënë, dhe demagogjit, sepse në fund ditës ajo që e rrit shpresën vendit dhe qytetarëve
është ajo që e sheh rezultatin konkret, ku një projekt fillon dhe mbaron dhe sheh edhe rrugë me kilometra, sheh edhe infrastrukturë shkollore të ndërtuar. Ndërsa kemi po që për 6 vite nuk i kanë ndërtu 4.000 banesa për qytetit të reja. S'kemi po 160 qelle që kanë premtu. Dhe kjo është ajo që ne mundëm me bë tash si qytetar të këtij vendi, pavarësisht bindjeve politike, me po një lloj krahasimi me të gjitha partitë politike dhe ai që ka syme po mendje me logjiku, sigurisht që e voton një parti e cila është dëshmuar. Ashtu, i përmendën ndoshta premtimet që nuk janë realizuar nga lëvizja vendosje, tashmë nëse Partia Demokratike e Kosovës do janë në pushtet, do të thotë është e frymëzuar edhe më shumë që gjithatu që janë premtuar, qoftë edhe nga ju, qoftë edhe nga ta që nuk kanë pas mundësi me u realizu, tashmë Partia Demokratike do i realizoj gjitha këtu? Absolutisht, ato që ne i premtojmë, ne maksimalisht do të angazhohemi që të realizojmë. Dhe po të jetë edhe Bedri Hamza, kryeministri i partisë time, sigurisht që unë do të kritikoj në rast se nuk i zbaton, sepse funditës na bashkarisht e marrim një lloj besimi dhe një lloj zotimi që do të dalim zot besimit të qytetarëve. Dhe besoj që do të kenë kujdes çdo lider politik se çfarë premton, sepse mbi gjitha qytetarët e kanë besimin dhe ja dhajnë besimin njerëzve të caktuar për me jetësu një platformë politike. Prandaj besoj që është shumë e rëndësishme që tashme me ndryshu kohën edhe me thos stop krizës. Është koha që me ndryshu vendin, sepse kena dha mjaftu shumë hapësirë dhe kohë që mi tregu vetveten, po fatkeqësisht për shumë qytetarë, por edhe ne si parti opozitore që kemi dhënë analizat e tona, kritikat e tona, që me të vërtet do të ne ka mjaft me këtë qasje shumë poshtruese. Ashtu, pak më parë e përmendën ndoshta qeverisjen e zotrit Thaçi, e the koha e artë. Pse pikërisht po quan si koha e artë atë pjesë? Përveç pavarësisë, që është amaneti më i madh që është përfunduar për dëshmorin invalid të luftës, veteranët dhe gjithë djesën e popullit që ka ardhur deri në këtë rezultat, që jemi krenar që Hashim Thaçi e ka lexuar deklaratin pavarësisë dhe është angazhuar që të ketë pavarësi dhe të ketë njohje ndërkombëtare, sigurisht e ka marrë Republikën e Kosovës me një buxhet mjaft e vogël dhe ka arrit me ndërtu autostrada me kilometra, ka arrit me ndërtu shkolla, ku ato shkolla ne e dimë që fëmijët tonë kanë mësuar nëpër baraka, kanë mësuar pa nxemje, kanë pas shumë problem me infrastrukturë shkollore. I ka arrit pagat në atë kohë që realisht e ka një mirëqenie më të mirë dhe sigurisht që këtu rezultate e kanë ndryshuar dhe edhe perspektiven e gjithë Kosovës që me studie duke antarësuar dhe për organizatat ndërkombëtare, sikur Femeneja, në organizatat e tjera, që tashme jemi krenar që edhe Kosova luan, domethënë ndërkombëtarisht si futboll dhe kështu me radhë. Besoj që puna dhe angazhimi i një qeverie është t'ja hap dyrt çdo qytetarit e veçanti Kosovës. Ashtu, deputet, faleminderit shumë ose për fond nëse ke edhe diçka përmeshtu. Po, unë realisht du me falenderu njëherë për këtë intervistë të veçantë, sepse për neve është e rëndësishme me komuniku edhe përmes mediumit ju, që është shumë i respektuar edhe në Ferizaj edhe në regionin 05, dhe në këtë aspekt me tregu qytetarëve dhe me kërku. Ja kemi dhënë mundësinë si qytetar me vendos për vendosjen dhe për Albin Kurti. Dhe ai nuk i ka realizuar premtimet e veta. Çka po pret më shumë? Agim Aliu e kemi po që është kryetari i suksesshëm, që është i Partisë Demokratike të Kosovës. Ai e ka dhe vështirë me realizu projektet duke i pengu këta në qeveri. Është koha që edhe qytetarët e Ferizajt të rrisin mbështetjen më të madhe për Partinë Demokratike të Kosovës në këtë zgjedhje, që edhe Ferizaj të ketë mbështetje për projekte të mëdha, që ka realizu edhe Agim Aliu pa një mbështetje nga qendra, sepse është e turpshme se si një qeveri i selekton komunat vetëm se nuk e ka besimin. Ndërsa ne i dim shumë mirë që besimin e qytetarëve kanë edhe nga niveli edhe nga Ferizaj për nivel qendror. Por nuk e kanë kthy në investime, fatkeqësisht e kanë kthy në bllokim të projekteve për komunën e Ferizaj. Ashtu, mërgeme njerë, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi që pranove emisionin 05. Kënaqësia është e ime. Faleminderit shumë, respekt. Në emisionin 05 ishim në sheshin e Ferizajt me kandidatin nga Partia Demokratike, Mërgem Lushtaku.